Gjali ka konë këta do flet? Ka konë këto kur ka ra muri, po për një troj gjalim ka përshtave. Zoti e ka raut. Sa unë jam konë rrezik të kijve. Ризикин më të madh e kom pas, unë e kom pas. Жител на Тетово, чија куќа е оштетена откако поради обилните врнежи од дожд, се урна подпорен зид во населбата 146 во Тетово. Освен неговата, оштетена е уште една куќа. Дилавер Јашари вели дека претрпел големи штети и дека повеќе не може да престојува во домот. И ми кон, джеси ми кон жум, базарке. Edhe vetëm kur ndajm zhurmën. Kur dolëm ne ja si gjefet në ukat. Si gjefet vetëm kur e pa morin buash. Edhe mapa, më si dolëm për jashtë ora ka kanë 4 e gjys, nuk e di bashmaj. 4 e gjys a 4. Kur dolëm ne këto për jashtë vetëm këshira, që si gjefet ne. Kur dolëm ka ora 7 e mëngjesit, kur atë pjesa e gjë e morit, që tëre ma dëmë të shpojën. Për gjithë që kam ka ndohë, thonë nuk jetuaj. Tose, më kam thonë mos jetua se, është rrezik. Pa kënë të komunës, policia, kënë të më thonë, nësë në të rraqë, tose, për shkak të rrezikit. Ne kemi pasë në rrezik, kemi pasë për mori se kemi lajmëraue në komunë. Ditra herë kemi lajmëraj, ja kemi ba me dheje, për ishe morin se imi në rrezik. И кога ка марao ки морин, ние ими кон ррезик ке ми деца до бера. Слична е состојбата и кај Мухамед Селами. Неговата куќа исто така е оштетена од зидот кој според него бил изграден без дозвола и за кој 3 пати поднел пријава, но не биле преземени мерки. Не кор долем ndajnë shtemi e madhe, kur dolëm këto unë thash si pikohas, kështu si me bomrejm, ajo nuk kishte kanë, po kur dola jashtë, ai kushesa gjeshti grumbullog gorzit, ishte bën si besh këto. Dhe u hepi piskam, ato piskat që këtë, tash gjikandot kurse dhe një vdek, kur I pash gorzit këtë jashtë. A nësë dishëm ka të shkojmë, ishte natë, edhe më njësë shështo, këtë me mështelë, mësë dishëm e ka të shkojmë. E në mësë andaj kemi ba paraqitjen të Gjarfeksit, në policia ka arte para, Gjarfeksit nuk kënarë, hiq nuk ka paraqit kërkush. I dalë po është, bu marë banes me qirajë. Unë e kote e këm paraqit, dokument kam, ba kom ba me dhe, se ai që ka ba në nalë të zotëreja I kujsheja, e si po është në komunë. Komuna përgjegje nuk kom ka kthej hiq. Kote kom ba para 3 vete, 3 herë kom ba, po herën në fundit e kom ba me në shkurt, dimeni stepensës, asë një përgjegje hiq. Ниту Дилавер, ниту Мухамед немаат можност сами да ги санираат куќите. Очекуваат општина Тетово да преземе мерки и да ги обештети. Ne as mundim që ishë unë një jetë kom shko për që shpej me e ba, e në tash jam jashtë për moment. Po, normal, ne që ka bajmë, staj do të zgjeve të bëhet kjo shte, nuk mund të rajo, dhe unë një jetë e kom ba me e ba një shpej, e tash kom me të rogë. Unë nuk kam mund staj, si që më shohësh. Unë sa gjithë pata mund staj e maruave. E të shtash, zdje në gjatë. Побаравме одговори од општина Тетово, но до почетокот на ова информативно издание не добивме никаков одговор. Во меѓувреме патот кон Тетовската бања и понатаму останува блокиран како последица на одрони поради врнежите, иако механизацијата работи на негово расчистување.